Kreu I Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi takimin përmbyllës të fushatës elektorale në Tropoj. Teksa ishte në vetëlindjen e tij, Berisha ka akuzuar ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku dhe kryeministrin Edi Rama se po diskriminojnë veriun e Shqipërisë. Nuk mund ta harroj ndonjëherë kur një deputet I Shkodrës I kërkon llogari në parlament Lubi Balluku dhe I thot: po pse s'po e ndërtoni rrugën Vaujdes Koman? Cila ishte përgjigja? Dëgjojeni miq. Përgjigja ishte se ne ndërtojmë vetëm rrugë turistike, se sipas saj liçeni I Vaujdes, liçeni Komanit, lumi Charles, Valbona, Alpet nuk janë destinacione turistike, ato janë të fshira nga harta. Sali Berisha ironizoi ministret e qeverisë Rama për të cilat tha se stolisen sikur janë princesha dhe u thon shqiptarëve se pensionistët jetojnë shumë mirë me 140 euro. Ai tha se në programin e saj Partia Demokratike përjashton brenda 100 ditëve njerimin dhe varfërinë e skajshme të Shqipërisë. Ministret e tij që stolisen sikur janë princesha të sultanateve, u thonë shqiptarëve se çfarë kanë pensionistët. Pensionistët jetojnë shumë mirë, se me 140 euro, 100 ditë e para ne japim përgjigje përfundimtare. Çdo shqiptar do marr 200 euro minimum mjetik. Kryedemokrati u ndal gjithashtu te gjua e përdorur nga Edi Rama duke cilësuar opozitën kënet dhe kreun e saj buf. Sipas Sali Berishës, është vetëm një përpjekje për të mbuluar vjedhjet e Edi Ramës të bëra gjatë qeverisjes së tij.